jem në rrezik mu kallë dhe shtëpia. Shtyllat të vjetruara, tela elektrik të varur pranë tokës dhe improvizime nga vetë banorët për të shmangur kontaktin mes përquesve. Kjo është gjendja me cilën përballen çdo ditë banorët e lagjës Jahaj në fshatin Zallç të Istogut. Për ta, rrjeti elektrik nuk është vetëm një problem infrastrukture, por një rrezik i vazhdueshëm për jetën dhe pronën. Në disa pjesë të lagjës, shtyllat prej druri janë amortizuar nga koha dhe qëndrojnë të anuara, ndërsa banorët thonë se disa prej tyre rrezikojnë të rrëzohen në çdo moment. Edhe më shqetësuese sipas tyre është gjendja e telave elektrik, të cilët në disa vende kalojnë shumë afër tokës dhe mund të preken lehtësisht nga njerëzit apo kafshët. Kur fryn era të forta, shqetësimi shtohet edhe më shumë. Banorët tregojnë se kanë bërë improvizime për t'i mbajtur telat të ndarë nga njëri tjetri, me frikën se prekja e tyre mund të shkaktojë shkëndija elektrike, zjarr apo edhe djegje në shtëpive. I kemi qitë me droni, si përshini edhe vetë, i kemi lidhë me poshtë, me drona, sa herë fryn, nalet, dhezet, jem në rrezik mu kallë dhe shtëpijat. Edhe jemi në rrezik shumë, kërkush nuk merr masa për ne, këtu jem me sikur më kanë gjujtun. Prej mas luftës na i kemi qitë qëto shtylla, i kemi lini vetë që i kemi qitë, edhe kërkush përmirësim nuk është ardhur me na qitë një shtyllë, më morë masa diçka me pa gjendjen tonë ku jetojmë, me çfarë rrymë jetojmë na. Këtu i kemi punu në vetë, për mos më ardhe të ndërprerja rrymës edhe diçka defekte në shtëpi më pas. Këtu janë thuja prej mas lufte e tek ne që shtu i kemi. Vetëm vetë çka interesohem se kërkush nuk interesohet për këtë gjendje kësaj situate kështu. Përveç rrezikut që paraqet rrjeti, ata ankohen edhe për tension të ulët të energjisë elektrike. Banorët thonë se gjatë viteve kanë drejtuar disa kërkesa në KEC për zëvendësimin e shtyllave dhe përmirësimin e rrjetit, por sipas tyre problemi ka mbetur i pazgjidhur. Përveç shtyllave të reja, ata kërkojnë edhe instalimin e trafostacionit të ri, duke vlerësuar se infrastruktura ekzistuese nuk i përballon më nevojat e lagjës. Rryma është e dobët, kemi bën disa herë kërkesa, kërkosh nuk na animon kur gjon. Kemi nevojë me nërru shtyllat krejt, edhe na duhet me nërru trafen me pas, se jem një lagje 30 shtëpie ma shumë jem, i kemi nevojë me pas trafen aty, me pas rryma më konë më fort. Kemi nevojë për një trafo, sa ma shpejt që bëhet me ne qitë një trafo, dikon me pas rryma më konë më fort normal. Se rryma thohet trefaz, asnjë mjet trefaz nuk na punon. Thatë që keni bu ankesa disa herë në KEC, a keni marrë ndonjë përgjigje zyrtare, pra keni pas komunikim zyrtar me dikë prej KEC-it, qoftë nga qendra në Prishtinë ose nga qendra që kanë në Istog në lidhje me ankesat e juve? Jo, kurrëherë prej Prishtinë, asnjëherë prej Istogu vinë vetëm vizit, si me thonë, e këshyrin edhe vallat e kaka edhe shkojnë punë vetë. KEC-i konfirmon se ka pranuar ankesat e banorëve dhe premton ndërhyrje sa më parë. KEC ka pranuar ankesat e disa banorëve të fshatit Zallç, komuna e Istogut, lidhur me gjendjen e rrjetit elektrik dhe shtyllat jo të qëndrueshme në atë pjesë. Ekipet tona do të trajtojnë këtë çështje me prioritet dhe do të ndërmarrin intervenimet e nevojshme në kohën më të shkurtër të mundshme në përputhje me përgjegjësitë tona. Qëllimi ynë është sanimi i problemeve të evidentuara si dhe përmirësimi i sigurisë dhe besueshmërisë së rrjetit elektrik. Deri në realizimin e këtyre ndërhyrjeve, banorët e lagjës Jahaj thonë se do të vazhdojnë të jetojnë me pasigurisë, duke shpresuar që shtyllat e vjetruara dhe telat e rrezikshëm të mos shkaktojnë ndonjë tragjedi.